Mirëmbrëma të dashur shikues, mirë se po takojmë atë sonte si çdo të diel në emisionin Shnita, i cili realizohet në bashkëpunim me Spitalin Amerikan. Sonte do të flasim për venat varikoze dhe të ftuar kam doktorin Luan Jaha, kirurg vaskular në Spitalin Amerikan 2. Mirëmbrëma doktor, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Doktora, na tregoni fillimisht çka janë venat varikoze dhe pse paraqiten? Venat varikoze janë smundje të cilën e karakterizon paraqitja e disa strukturave të lakuara në pozitat e venave, që këto duken keq, shkaktojnë rëndim në këmbë, ndonjëherë dhimbje, lodhje, e kështu me radhë. Pra, pak a shumë janë ato strukturat të pahishme që nuk na pëlqen, që i shohim në pjesët e poshtme të këmbëve zakonisht, e që na shkaktojnë problem shëndetësor. Po. Doktor, për cilët janë faktorët kryesor të rrezikut për paraqitjen e venave varikoze? Kështu janë hulumtuar shumë faktorë që mundën me qenë shkaktar, po para se me i shpjegu faktorët, ndoshta është mirë me shpjegu çfarë roli kanë venat. Ndoshta me tregu cila është detyra e venave për me kuptuar çka ndodh mandej për me u paraqit venat. Po. Venat janë enë gjakut, të cilët e kthejnë gjakun i cili ka shku me arterien në këmbë mbrapsht. Pra, na kemi dy lloje të enëve gjakut në ekstremitetet tona, një lloj që e bën gjakun prej zemrës në këmbë, që quhen arteriet, dhe llojin tjetër që e kthejnë prej këmbës në zemër, që quhen venat. Venat pastaj i kemi në dy shtresa, i kemi venat e brendshme, që janë kryesore, që mbajnë mbi 90% të qarkullimit të gjakut në këmbë, dhe venat e jashtme, ose ato venat që duken, ose venat sipërfaqësore që mbajnë 5-10% tjera. Po. Për me mujt gjaku me ecë përpjet kur jemi na në këmbë, pra kundër gravitacionit, përveç zemrës që është tymë përpara, shumë na ndihmojnë disa struktura që ndodhen brenda venave, që quhen valvula. Valvulat janë sikur se dyert automatike në institucione publike, në hipermarkete, në aeroporte, që kur vjen gjaku te valvula, ajo hapet, e lëshon me kalu, mandej nuk e lën me u kthy mbrapsht. Në ekstremitetet e poshtme na kemi diku midis 10 dhe 15 valvulave që kanë për detyrë që kur ngritemi në këmbë, gjaku që ka mrinë barka dhe në krah në orë mos me u kthy mbrapsht. Venat varikoze paraqiten kur dështon ky sistem. Pra, kur dështohet sistemi i valvulave, pacientat kur ngriten në këmbë, gjaku që ka mrinë pjesët e sipërme të këmbës ose në bark fillon me u kthy mbrapsht, takon gjakun që vjen prej poshtë dhe kur bëhen bashkë bëjnë që vena me u zhgjerum. Mandej natyra ose Zoti me na rujt prej presionit shumë të madh në ekstremitet, na i ka laku venat që në përkthesa me rashtypja. Kjo mundet për një kohë me lujt një mekanizëm mbrojtës, po fatkeqësisht kompenzohet edhe ma vonë fillojnë me u paraqit ndryshimet në lëkurë, të cilat bëjnë që venat me u bë jo vetëm problem estetik, po me u bë edhe problem serioz shëndetësor që mundet me përfundu fatkeqësisht në disa raste edhe me fatalitet. Po, këta desha të flasim, doktor, sepse shumë shihen si problem estetik, ndoshta, po përveç estetikës janë problem më i madh shëndetësor, pra nuk është vetëm ajo që duket. Definitivisht është problem shumë serioz shëndetësor. Një prej komplikacioneve të venave varikoze që quhet ulcera venoze, për shembull harxhon diku rreth 2-3% të buxhetit për shëndetësi të shumicës së vendeve evropiane, që i bën që është një problem shumë i gjerë, duke shkaktuar mungesa nga puna, invaliditet, nevoja për hospitalizime, nevoja për trajtime të zgjatuna, pra është problem ma shumë se vetëm estetik. Nëse kishim mujt me shpjegu kronologjinë e venave, na kishim mujt me thonë ato me të vërtet fillojnë si problem estetik. Fillojnë si disa vena të vogla që paraqiten në ekstremitete, që quhen vena marimang, ose spider veins si është e njohur në popullat, që janë vërtet degëzime të venave të vogla që populli quhen kapilar. Këto janë vena që zakonisht kanë një diametër ma pak se 1 mm dhe paraqisin kryekput problem estetik. Nëse smundja progredon, krahas këtyre venave paraqiten disa vena të tjera që quhen vena retikulare ose vena rjet. Ato paraqiten në formë të shiritave, në formë të rjetave, ose në formave të çrregullta dhe janë më të mëdha, kanë masinë 1 deri në 3 mm. Nëse këto vena përsëri nuk trajtohen, po shkojnë më tutje, atëherë paraqiten venat varikoze ose ajo që ne i njohim si varicet, që janë vena masia e cilave është mbi 4 mm. Nëse përsëri nuk i trajtojmë këto venat, ato fillojnë me bën ndryshime në lëkurë dhe hynë në fazën e ndryshimeve trofike ku paraqiten kruarit në këmbë, skuqjet, fillon lëkura me u të hollu, me qelvar,
edhe përfundon me një ulqerë venose. Po. Doktor, ju i përmendet që janë edhe të brendshme, pra para se të shohim të jashtme edhe ato problemet estetike, ndoshta para se të bëhen problem më i madh shëndetësor, kur mund të avrim që kemi probleme, pra cilat janë ndoshta simptomat apo shenjat e para që duhet na alarmojmë edhe të bëjmë një vizitë? Në momentin që shohim një venë që nuk po duket mirë, është momenti kur duhet me shku me bëj një vizitë. Unë e tregova kronologjinë ose zhvillimin kronologjik të venave deri te ulqera, po ulqerat venat përveç se kanë çdo zhvillim kronologjik që nuk është shumë i favorshëm, se tam përfundon me ulqera, kanë edhe komplikacione. Komplikacioni më i shpeshtë i venave është se duke qenë se janë në sipërfaqe dhe të zgjeruara, ato janë lehtë të lëndueshme. Edhe duke u lënduar marrin pezmatime. Pezmatimi i venave quhet varikoflebit, dhe nëse ky pezmatim i venave ndodhet afër vendit ku vena sipërfaqësore derdhet në venën e thellë, atëherë munden me hyrë në venat të thella dhe me shkaktuar një gjendje që quhet emboli mushnore, që është gjendje potencialisht e rrezikshme për jetën. Pra, kjo është një komplikacion i venave që duhet me pas parasysh gjithmonë, dhe na gjithmonë e kemi frikë, sare që konstatojmë gjendje me vena varikoze. Po, pra kjo është edhe si rrjedhoj pak e trajtimit të vonshëm. Po, ose trajtimit vonshëm, ose mos trajtimit. Domethënë, nëse nuk e kemi trajtuar, na shpesh kemi pacientët që vinë me vena shumë të mëdha, dhe mandej pyesin nëse situata e tyre është urgjente. Për shembull, mas 30 viteve me vena, pyesin nëse është urgjente, përgjigjet që unë zakonisht e kam, nuk është urgjent, po jeni shumë të vonuar. Domethënë, nuk mundemi me fol për një urgjencë në kuptim që nuk kemi kërcënim iminent për jetën, por definitivisht pacienti ka leju që me u bë ndryshimet e natyrës tillë që e bëjnë mjekimin mandej shumë më të komplikuar. Po, pra kur mund të themi që është vonë, doktor, në trajtimin e tyre? Nuk ka vonë. Nuk ka vonë. Nuk ka vonë. Nuk ka vonë. Ekzistojnë situata, për shembull, kur ne nuk miremi me vena serioze, me vena varikoze, kur kemi situata që kërcënojnë jetën, ose për shembull një situatë tjetër është atzania. Ne nuk operojmë vena varikoze, por gjithsesi trajtojmë vena varikoze në çdo fazë. Pra ato t'i operojmë jo në çdo fazë, po ato t'i trajtojmë gjithçysh, sepse trajtimi ndonjëherë nënkupton edhe aplikimin e masave konservative, jo gjithmonë operacionin. Janë fakt, jo vetëm që kjo është një prej keqkuptimeve që keni përmend, po këto desha dalë, doktor, sepse ka shumë keqkuptime që venat varikoze bëhen vetëm nga qëndrimi në këmbë, nuk mund të operohen para përfundimit të gjitha shtatzanive. Na i tregoni keqkuptimet dhe na i tregoni vërtetat shkencore. Këto keqkuptimet nuk janë vetëm në popullat, po ndonjëherë edhe në midis personelit shëndetësor. Që ka më serioz. Po, që është problem më serioz. E para tham, ky problemi i estetikës, pra definitivisht nuk është problem estetik, është problem serioz shëndetësor dhe ashtu duhet me trajtu. I dytë është problemi një keqkuptim që keni me thonë, vërtet kur kemi filluar me u marrë me vena varikoze, na kemi numëruar pacientët që na vinë në ordinancë. Edhe kemi numëruar 1, 2, 3, 4 vajza, një djalë. 1, 2, 3, 4 vajza, një djalë, edhe kemi thonë venat varikoze janë shumë më të shvehura te gratë se te burrat. Edhe kemi fol për raporte 4-1, 5-1, përderisa një zonjë, një kolege në Edinburgh në Angli ka shkuar dhe i ka numëruar venat varikoze në popullat, në shkollat mesme, në fakultete, në fabrika, edhe ka gjetur se incidenca është parafërsisht e njëjtë. Dhe kjo e ka thyer atë mitin se gratë kanë më shumë vena se sa burrat. Është e vërtetë që gratë më shpesh vinë te mjeku se sa burrat, po kjo reflekton standardin më të lartë për estetikë që kanë gratë, se i kushtojnë kujdes më shumë pamjes së tyre. Po definitivisht është keq kuptim me mendu që domethënë është që gratë kanë më shumë vena se sa burrat. Përkundrazi nëse merren fazat e përparuara të smundjes, bile burrat kanë më shumë komplikacione se sa gratë. Keqkuptimi tjetër është kjo që thatë ju, që qëndrimi i gjatë në këmbë shkakton venën. Na kemi profesionista që rinë me orë të tëra në këmbë, përfshirë edhe kirurgat, stomatolog, farmacistat, bukpjekësit, frizerat, domethënë që rinë një kohë gjatë në këmbë, po nuk kanë vena. Edhe kemi 8 tjerë që kanë vena. Pra qëndrimi në këmbë konsiderohet faktor provokues, po jo shkaktar i venave. Pra nëse dikush ka një predispozit me i pas venat dhe ka një profesion i cili kërkon për ti qëndrim të gjatë në këmbë ose ulur, venat janë ma mundshme me u paraqit.
Po ashtu ka një keq kuptim që shtatzania i shkakton venat. Nëse shtatzania i shkakton venat, pse kanë vena burrat? Po. Është e vërtetë që shtatzania përsëri është faktor provokues, po kjo ndodh për shkak se vëllimi i gjakut te gratë shtatzane rritet parafasisht për një 30-40%. Ndodhin ndryshimet hormonale që bëjnë që nana me u përgatit për lindje, nanat shtojnë peshën dhe gjitha këto bëjnë mandej që venat me ardhë në shpreje. Në fakt, ka ekziston edhe një studim tjetër ku janë bë ultrazonat e vajzave në shkollat fillore dhe të mesme për me e vlerësu kompetencën e njerëz për valvulave kryesore në këmbën e tyre, dhe ata kanë qenë gjende me zbulu midis atyre vajzave gra që në shtatzani kanë me pas vena. Pra, qysh në fëmijëri të hershme është e mundshme me u zbulu individ që kanë me pas vena ose kanë rrezik me pas vena në shtatzani. Pra, shtatzania përsëri nuk është problem. Po ashtu thuhet që duhet me i prit me i kry kresë shtatzanit para se me operu venat. Kjo po ashtu është gabim. Çdo shtatzani me vena është potencialisht e rrezikshme për komplikacione dhe në momentin që paraqiten venat është mirë me i operu para shtatzanive, në mes shtatzanive, po nuk është rregulla që duhet me prit me i kry kresë shtatzanit sepse nëse i operojmë ajrat ato përsëriten. Po ashtu një paragjykim nështë pre atyre të fundit që du me përmendu është që nuk bën me i bo operacion venat se përsëriten. Ne sot kemi metoda shumë efikase për mi i operu venat. Në fakt, asnjë nga prej metodave që kemi në ndë dispozicion nuk ka sukses ma të vogël se 80%. Radiofrekvenca, laseri, ngjitsi kanë mbilim mbi 95%. Domethënë janë si farë efikasitet madh nëse matet 5 vjet prej intervenimit. Çka duhet me ditë është që zakonisht në ata 5% që nuk ka pas sukses, zakonisht është zani tyne, ata në ata që e ngritin zanin, që bëjnë zhurmë ma shumë dhe mande fitohet për shtypja që kërkush s'ka pas sukses për operacionit venave, po kjo është një përqindje ma e vogël. Vena do të mi kuptu po ashtu si smundje kronike. Nuk është, nëse ke operu një ven, nuk do me thënë që s'ka me dalë një ven tjetër. Po ajo që operot nuk delë ma. Më të mundet me dalë një ven tjetër, në një ven tjetër, në kamën tjetër, ne operojmë venën e gjatë, sëmurët vena e shkurt. Pra, flasim për një kronicitet. Smundja venoze, nëse keni njëre vena, kene me pastan jetën vena, vetëm se është e menaxhueshme dhe në fazat të ndryshme na do të aplikojmë teknikat të ndryshme për një bërë zgjidhje shqetësimeve që kanë pacientët. Pra, e rëndësishme të dihet ajo që edhe sapo e thatë ju doktor, që vena që operohet nuk kthehet më. Nëse paraqiten vena, janë vena të reja, jo ato që janë operuar tashmë. Domethënë, kur mbyllim se kemi dy lloje të metodave që përdorim për me operu venat, për me trajtu kirurgjikisht venat varikoze. Njëna është metoda ku largojmë komplet venën, është metoda e strippingut, që metoda ose operacioni klasik që shedin populli, që është e vjetër mbi 100 vjetë. Më të në është metod e cila e largon venën prej trupit dhe shumë kundërshtarë se metodave mendojnë se duke qenë se vena praktikisht shkullet prej trupit, se vetë fjala të strip është me shky, më thënë që e stripping, më thënë mendojnë që qaj dhuna që i bëhet trupit provokon formimin e venave të reja, dhe sot shumica e atyne që avokojnë metodat e mbylljes venave, thënë që ma mirë është me mbyll venën, me mos me ngus, me lënë kusht, veç me mbyll. Dhe mandej për me mbyll venën, përdorin energjin termike, për shembull laserin, që është ma i popularizuar, energjinë e radiofrekvencës, energjinë e mikrovalve, energjinë e ultrazanit, ose përdorin substanca kimike, çfarë është ngjitsi, ose shkuma, për me e mbyll venën për brenda. Po, përgjithësi, kretë metodat kanë një sukses jashtëzakonisht nalt të mjekimit. Ne, kur kemi pacienta para vetës, zakonisht detyrohemi me i kombinu metodat. Shumë rrallë mundemi me pas një pacient që të mjafton veç njëna metodë. Për shembull, e kombinojmë laserin me flebektomin, laserin me shkumën, e shtu me radhë. Pra, kemi metodat ndryshme. Çka muj me informu opinionin është që në Spital Amerikan ne ofrojmë të gjitha opsionet e mundshme për mjekimin e venave varikoze, laserin, radiofrekvencën, ngjitsin, stereoterapin, pra nuk ka metodë që mundeni me gjetë dikun që nuk aplikohet të na,
përveç metodës me ultrazat që ka dalë para disa kohë, edhe është shumë në fazë eksperimentale. Gjitha metodat e tjera... është metodë e re? është metodë shumë e re, nuk ka gjithë ala aplikim klinik në asnjën prej qendrave, në ndoshta 1 ose 2 qendra në Evropë, ka që po bëjnë hulumtim klinik për me metodën, po metoda nuk ka gjithë aplikim kështu në dëgjër në praktika, pra nuk mundenim nëse jetoni në Gjermani ose në Amerikë me marrë atë metodë. Është metodë që akoma është në fazën e testimit, po është shumë premtuese. Doktor, ju i patët në laptop disa shpjegime që mund t'i tregoni edhe për shikuesit, t'i shohin? Okej. Ne venat varikoze në bazë të madhësisë ndajmë në disa grupe. Kjo këtu është një fotografi që tregon venën Marimang, nuk e di nëse është në ekran, po është venë Marimang. Kjo më pas shifet në formë të rjetit janë vena retikulare, dhe këtu janë venat vërteta varikoze. Pra kjo janë ato që ka na zakonisht kur mendojmë për venat themi që janë venat. Nëse venat nuk trajtohen, fillojnë me u paraqit ndryshimet në lëkurë, pra kjo është dëshmi që vena nuk është vetëm problem estetik, quhet ekzem, mandej fillon me u nxi koma, me marrë ngjyrën e zezë, veç fillon si hemosideroz, fillon lëkura me u sklerotizu, me u bë fort, e pa mundësi me mbledh midis gishtave, të quhet lipodermatosteroz. Mandej rreth zogut kamës paraqiten disa kurora që quhet kuror flebektatike. Në fund paraqitet një tollim jashtëzakonisht i theksum i venës që quhet atrofi e bardhë, edhe kjo ka për pasojë paraqitjen e ulqerës, sikurse që e shohim në këtë fotografi këtu. Pra kjo është kronologjia e zhvillimit të venës. Nëse venat nuk mjekohen, ky ka me qenë përfundimi për vena. Përndryshe, proponimin gjithmonë e bëjmë me ultraza. Sot ultrazani na ka ndihmuar shumë me zbulu vendin ku është problemi, për me mujt me trajtu mandej në bazë të etiologjisë, jo me bo një procedurë të njëjtë për gjithë dokent, po me ja përshtat problemit që ka pacientin, pra me bo një trajtim të individualizuar ose të personalizuar, që është quhet ndryshe, dhe më thonë jo çdo kusht njëjtën metodë. Ekzistojnë edhe metodat e tjera, po që nuk përdoren mjaftueshëm. Nëse pacienti mandej i japën mundësinë me mjeku kirurgjikisht ose me mjeku mirë konservative. Këto desha të pyes, doktor, a çdo herë nevojshëm operacioni, ndërhyrja kirurgjike pra, apo mund të trajtohen venat edhe në mënyrë konservative? Me u shëru venat, në mënyrë konservative nuk ka mundësi. Me u mbajt nën kontroll, po. Për shembull, njëra prej masave që na propozojmë me mbajt smundjen në kontroll, është me mbajt çorapat elastike. Çorapat elastike sot janë jashtëzakonisht mjeti i dobishëm për me mbajt smundjen, si thash, në kontroll. A janë i vetmi mjet? Janë mjeti kryesor. Ekzistojnë edhe disa barna që quhen venoaktive, po që veprimi i cilëve është shumë inferior në krahasim me çorapën. Mundeni me marr barna sa doni, nëse nuk marrni çorapat, smundja ka me përparu. Një problem që kemi me çorapa që është që na i them komplianca ose bashkëpunimi i pacientëve për me i mbajtur shumë i ulët. Për afërsisht 1 muaj ose 2, masi i themi na me mbajt çorapat, dikur 50% pacientëve nuk i mbajnë mas 3 muajve kërkush. Domethënë është numri shumë i vogël i njerëzve që gjithmonë kanë me gjetë arsyetim që po e shtrëngojnë shumë, po e shasin, nuk janë përshtatshme, po nuk kanë me i mbajt çorapa, dhe kjo është për keqardhje, po fatkeqësisht bën që smundja me avancu më tutje. Sa kohë rekomandohen, doktor, të marrin nëse nuk operoni tan jetën. Nëse nuk operoni, domethënë tan jetën. Nëse bëhet një operacion, mandej varet prej llojit të operacionit. Mas tjetër konservative që nuk është operacion, është edhe ecja. Ecja, na themi, është ilaç për vena. Sa ma shumë që ecin, ma pak mundësi me pas vena. Venat nuk e dojnë qëndrimin e gjatë në kam me një vend edhe qëndrimin ullur. Na zakonisht pacientëve tanë me vena i thojmë sajre që mundën mu ull, mos me nejtë në kam por me ull, e sajre që mundën me ushtri, mos me nejtë ull por me ushtri. Ideja është me majtë kamën në nivelin horizontal që mos me e zvoglu presionin edhe me i zvoglu komplikacionit që mundën me dalë prej venave. Është në treg është një numër i madh i barnave që thashë venoaktive që në bazë kanë diosminën, gështenjën e egër dhe preparatet e tjera, po që pa çorapa elastike nuk është që mundën me kryer ndonjë punë të madhe. Me pas efektin e duhur. Ndërsa kur është kirurgjia, na në Spitalin Amerikan kemi filluar me një teknik 3 që quhet ablacion endovenos total,
që nënkupton se përpara nëse kisha mujt me tregu një fotografi këtu. Kjo është fotografia. Me falni, kjo. Nëse përpara kemi kombinu e kemi trajtu trungun e safenës me laser, dërsa venat tributare, venat që derdhen në trung, i kemi trajtu me flebektomi ose me shkum. Sot ekziston mundësia edhe ato dekt tributare ose që kontribojnë venës safena, me i trajtu duke insertu disa kanula të vogla dhe në për këto kanula lasera me dimenzionet vogla, të cilët mundën me bo ablacionin e venës me laser. Pra kjo procedurë quhet Total Endovenous Laser Ablation ose ablacion total endovenos me laser dhe është metodë që është e re, është disa vite dhe nuk bëhet në gjitha qendra dhe na kemi marrë një laser shumë të avansum edhe ky na jep mundësinë me bo edhe këtë pjesë që për pacientin estetikisht do me thënë shumë për shkak se në vend të prerjeve kemi disa shpime dhe mandej shenjat prej intervenimit janë shumë atë vogla. Po si procedurë për pacientin si është, doktor? Procedura shumë e lehtë. Këtu i kemi disa përparësit e metodës, pra bëhet në anestezion lokal, pra pacienti vjen në këmbët e tij në sallën e operacionit, bëhet operacion, del prej sallës përsëri në këmbët e tij, rinë në spital për afërsisht një 30 minuta, sa me marrë një infuzion të vogël me antibiotik edhe shkon në shtëpi, ku vazhdon aktivitetin normal. Ditën e parë mundet me pas disa shqetësime të vogla, për cilat na jemi vazhdimisht në komunikim. Ditën e dytë i kthehet jetës normale, sikur mos me u pasbo operacion. Përveç që kemi anestezion lokal, zakonisht pacient kemi pavarësisht për metodave, për shembull metoda me laser kërkon mbajtjen e çorapave për 1 ose 2 ditë, nuk ka nevojë me majt më shumë, që është po ashtu një problem që kam pas përpara pacientët që janë operuar me metoda të tjera, ku është dashur me majt fasha elastike ka disa javë ose çorapa elastike ka disa javë, kjo nuk ka nevojë. Në vend të prerjeve përdorim shpime, që është metodë po ashtu si edhe shkalla e suksesit është jashtëzakonisht e lartë. Për laserin endovenos të gjeneratës tretë çfarë kemi na këtu, shkalla e suksesit është më mbi 95%. Goxha më e lartë. Shumë është më e lartë se metodave tjera. Dhe si thash, në ndonjë varësisht tash prej gjendjes, na kemi situata për shembull, më mirë tregu një gjendje të venave. Po. Në venat në gjendje para operimit, apo jo? Gjendje para operimit, për shembull që janë problem shumë i madh me trajtu për shembull sikur kjo këtu, ku mundemi me i trajtu me si kanullat vogla që munden me zgjedh problemin me shumë sukseshme. Na ofrojmë edhe metodat sikurse që është seroterapia me shkum, që është po ashtu metodë për vena tributare sukseshme, seroterapia me likvid për vena teleangiektazi edhe retikulare, termoablacioni me radiofrekvencë, që është një metodë ku me gjelpëra shumë të vogla praktikisht shkaktojmë termokoagulimin e venave, që mandej ato shndrohen në disa pika të vogla edhe ma vonë zhduken mas 8 jave. Pra kemi një, si me thënë, pako komplet të trajtimit e cila plotëson çdo nevojë të pacientit. Po, doktor, a ka persona që nuk guxojnë të operohen, nuk bënd të operohen nga venat? A ka rastet të tilla? Shumë i vogël është numri atyre që nuk guxojnë. Na kemi konsiderat dhe personave që kanë moshë të avansum, për shembull nëse kanë sëmundje komorbiditet i cili nuk kërsohet me prezencën e venave varikoze, nuk miremi për shembull nëse pacienti ka sëmundje maligni ose ka ndonjë diçka tjetër, normal nuk është as etike me u marr me disa probleme, po nëse në atë sëmundje ka rrezik që prej venave me marr emboli pulmonare ose diçka tjetër, definitivisht që e bëjmë edhe trajtimin. Pra nuk ka kundërindikacion absolut për këto. Shtatzania është e vetmja situatë kur na kemi me vendos mos me e bo operacionin. Po, vetëm të trajtohen deri në derisa është buja shtatzane nuk e operojnë. Doktor, nëse nuk keni diçka tjetër me shtu, një falenderoj shumë që ishit sonte në shnet, edhe i dha disa informacione shumë të nevojshme rreth venave varikoze, trajtimit e tyre. Falenderit për ftesën, na jemi dispozicion të pacientëve për çdo nevojë mundemi me u përgjegjë edhe kështu me
tekste, me shkrime, nuk është të domosdoshme marrë me po vizitën, ashtu që ndihuni të lirë me na kontaktu. Faleminderit për kohën. Faleminderit të juve. Shikues të dashur, ju falenderoj që na ndoqët të gjitha materialet e shnetës, i gjeni edhe në kanalin zyrtar të 7 në YouTube. Ne i takojmë sërish të dielën e ardhshme nga ora 20:15. Deri atëherë, paqi shnetën. Ky emision mundësohet nga Spitali Amerikan.